Në skajin e një mbretërie të mbuluar me fusha të arta dhe lumenj të kthjellët, ngrihej një kull e lashtë prej guri. Atje jetonte princi Luan, një djalë 11 vjeç me flokë si ari dhe një buzëqeshje që i bënte të gjithë të ndiheshin të sigurt. Por Luani kishte një sekret. Ai kishte frikë nga errësira. Çdo natë ndizte 3 qirinj pranë shtratit dhe flinte vetëm kur dëgjonte rojet duke ecur jashtë derës. Askush nuk e dinte këtë, sepse ai kishte turp të pranonte frikën e tij. Një princ nuk duhet të ketë frikë, mendonte ai. Një mbrëmje dimri, ndërsa bora binte ngadalë mbi çatitë e pallatit, në sallën mbretërore erdhi një plak i veshur me mantel blu. Ai mbante një shkop prej drurit të shtrembër dhe një llampë të vogël që ndriçonte me dritë të argjend. "Kush je ti?" pyeti mbreti. Plaku buzëqeshi. "Jam udhëtari i maleve. Kam ardhur për t'ju paralajmëruar. Ylli i mbretërisë po shuhet." Të gjithë u habitën. Në majën e malit më të lartë ndodhej ylli i dritës, një kristal magjik që mbronte mbretërinë nga stuhit dhe errësira. Thuhej se po të shuhej, nata nuk do të largohej më kurrë. "Vetëm dikush me zemër të pastër mund ta ndezë përsëri," tha plaku. Mbreti urdhëroi kalorësit të niseshin menjëherë, por askush nuk guxoi të kalonte pyllin e hijes, një vend ku errësira ishte aq e dendur sa nuk dukej as dora para syve. Atë natë, princi Luan nuk flinte dot. Ai shikonte qirinjt që dridheshin dhe mendonte për mbretërinë. Nëse askush nuk shkon, çfarë do të ndodhë me njerëzit? Papritur, jashtë dritares dëgjoi një zë të lehtë. "Nuk je frikacak vetëm sepse ke frikë." Luani pa një buf të bardhë ulur në prag. "Kush foli?" "Unë," tha bufi. "Frika nuk të bën të dobët, dorëzimi po." Princi heshti për pak, pastaj mori mantelin dhe shpaten e vogël prej argjendi. "Atëherë do të shkoj." Bufi hapi krahët. "Dhe unë do të ndihmoj." Të dy u nisën drejt pyllit të hijes. Sa më shumë ecnin, aq më e errët bëhej nata. Pemët dukeshin si gjigantë të zinj dhe era po shpëriste mes dekve. Papritur, Luani dëgjoi zëra. "Ktheu mbrapa. Do të humbasësh. Je vetëm." Princi ndaloi. Zemra i rrihte fort. "Janë hijet e pyllit," tha bufi. "Ushqehen me frikën." Luani mbylli syt për një çast. Pastaj tha me zë të lartë: "Po, kam frikë, por nuk do të largohem." Në atë moment, hijet filluan të zhdukeshin si tym. Sa më shumë pranonte frikën, aq më i fortë bëhej. Më në fund, arritën në malin e lartë. Atje, mbi një kurr të madh, ndodhej ylli i dritës, po thuajse i fikur. Drita e tij pulsonte ngadalë. "Çfarë duhet të bëj?" pyeti Luani. Bufi u afrua. "Vendos dorën mbi yll dhe thuaj të vërtetën më të madhe të zemrës sate." Princi vendosi dorën mbi kristal. Ishte i ftohtë si akulli. Ai mori frym thellë. "Kam frikë nga errësira, por nuk dua që mbretëria ime të jetojë në të." Papritur, kristali shpërtheu në dritë. Një rreze e artë u ngrit drejt qiellit dhe errësira u shpërnda. Rret u hapën dhe yjet ndriçuan përsëri. Bufi buzëqeshi. "Trimëria nuk do të thotë të mos kesh frikë. Do të thotë të vazhdosh përpara edhe kur ke frikë." Kur Luani u kthye në pallat, njerëzit brohoritën për ta. Por ai nuk ndihej hero sepse kishte mposhtur errësirën. Ai ndihej hero sepse kishte mposhtur frikën brenda vetes
dhe që nga ajo ditë, çdo natë flinte vetëm me një qiri. Jo sepse errësira ishte zhdukur, por sepse ai nuk kishte më frikë prej saj.